Shpejt dhe shishëm receta për sot. Si fillim në një tigan do të hedhim pak vaj dhe do të skuqim 2 deri në 3 qep të njomur. Më pas do të hedhim 2 presh të cilat i kam prerë imët. Do vazhdojmë të përziejmë për 1 deri në 2 minuta në temperaturë mesatare. Më pas do të hedhim një karrotë të cilën e kam ngrirë në rende. Do vazhdojmë të përziejmë përsëri. Do t'i hedhim pak krip. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'i lëmë për disa minuta derisa perimet të zbuten plotësisht dhe më pas do t'a fikim zjarrin dhe do t'i lëmë të ftohen. Ndërkohë që perimet ftohen, në një enë do të hedhim 2 vezë të cilat janë në temperaturë ambienti. Do të hedhim 3 lugë kos, rreth 60 ml vaj. Unë kam përdorur vaj ulliri, ju mund të përdorni edhe vaj lule dielli sipas dëshirës. Do të hedhim pak krip dhe do t'i përziejmë mirë. Pasi kemi përzier mirë, do të hedhim rreth 7 gram pluhur pjekës. Nëse nuk keni pluhur pjekës, mund të hedhni 1 lugë çaj sot buke dhe gjithsej rreth 300 gram miell. Do vazhdojmë ta përziejmë mirë për disa minuta derisa mielli të mos ngelet më me kokë kriza. Duhet siguroheni që masa mos jetë shumë e butë, sepse kur t'i hidhni perimet do të zbutet akoma më shumë. Dhe duhet kjo lloj konsistence. Tashmë e kemi gati dhe do t'i hedhim perimet të cilat tashmë janë ftohur. Do vazhdojmë ta përziejmë përsëri. Dhe e kemi gati. Do ta vendosim në tavë. Tava në të cilën unë do ta vendos, unë kam shtruar poshtë letër pjekje, por nëse dëshironi mund ta lyeni me vaj ose me gjalp. E hedhim të gjithë masën në tavë. Do ta përhapim mirë nëpër të gjithë tavën në mënyrë të barabartë dhe do ta vendosim në furrë të parangrohur me 180 gradë për rreth 30 minuta. Pasi është pjekur, do ta lëmë të ftohet dhe më pas do ta presim. Nëse do përdorni tavë më të madhe, atëherë mund dyfishoni përbërësit. Dhe është gati. Nëse e provojnë në këtë mënyrë, ju bëftë mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit që më ndiqni.